Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin për të ndarë bashkarisht rrëfimin e radhës. Këtë herë pranë jush do të cilëm një letër që është shkruar nga një nën për vajzën e saj. Kot nuk thonë, të kesh vajzë, gjithmonë e ke hallin se në çfarë derë do ta japish. Se çfarë fati do të ketë, se si do t'jetë jeta e saj. Se çfarë prapavie do të ketë. Kjo vajzë nuk ka një prapavit lumtur dhe kjo nën është në siklet të madh. Është në një hall të madh. Dëgjoni se çfarë ka shkruar ajo. Po ta shkruaj këtë letër Tiron me duar që më dridhen dhe me sy të mbushur me lotë. Ndoshta një ditë do ta lexosh dhe do ta kuptosh sa shumë të kam dashur, sa shumë kam luftuar për ty dhe sa net pa gjumë kam kaluar duke u lutur që jeta jote të ishte më e bukur se jeta ime. Që kur ishe e vogël, ishe drita e shtëpisë sonë. Më kujtohet dita kur erdhe në jetë bashkë me motrën tënde binjake. Ishte dita më e lumtur e jetës sime. Kur ju mora për herë të parë në krah, nuk mund ta besoja se Zoti më kishte bekuar me dy ëngjëj. Por me dy ëngjëj një herësh. Ju shikoja teksa flinit pranë njëra tjetrës dhe mendoja se asgjë në botë nuk do t'ju ndante kurrë. Por jeta nuk është gjithmonë aq e drejtë sa e ëndrrojmë atë. Ju ritët bashkë, por me kalimin e viteve, fillova të shihja diçka që mua më lëndonte zemrën. Babai yt filloi të tregonte më shumë dashuri për motrën tënde se sa për ty. Nuk e di pse ndodhi kështu. Kam kërkuar përgjigje për vite me radhë dhe ende realisht nuk i kam gjetur. Ti ishe po aq e mirë, po aq e zgjuar dhe po aq e dashur sa motra jote. Por sa herë që kërkoje një përqafim, një fjalë të mirë, apo pak vëmendje nga babi yt, shpesh mbeteshe me zemrën e thyer. Më kujtohet një mbrëmje kur ishe vetëm 8 vjeçe. Kishe vizatuar një pikturë të bukur dhe vrapove drejt babait për t'ia treguar. Ai mezi hodh një sy edhe u largua. Pas pak motra jote i tregoi një vizatim dhe ai i përqafoi duke u lavdëruar. Ti nuk the asgjë, vetëm u ktheve në dhomë dhe atë natë të gjeta duke qarë nën batanie. Kur të pyeta çfarë kishe, më the që unë nuk jam vajza e preferuar e babit, apo jo. Ato fjalë më pren shpirtin. Doja të thosha se gaboheshe. Doja të bindja se babai yt të donte njësoj. Por në zemrën time e dija se ti po ndjeje diçka shumë reale. Që nga ajo ditë fillova që të qaja fshehurazi. Qaja kur flije. Qaja kur shkoja në kuzhinë. Qaja kur të shihja të përpiqeshe kaq shumë për të fituar një buzëqeshje nga ai. Asnjë nën nuk dëshiron të shikon vajzën e saj të ndihet e pavlerë. Vitet kalonin dhe ti vazhdoje të rriteshe me një plak të fshehur në zemër. Ti buzëqeshje para të tjerëve, por unë e dija të vërtetën. E dija se sa shumë ty të dhëmte. Shpesh të shikoja teksa rije para pasqyrës dhe pyesje veten, çfarë kam unë më pak? Dhe çdo herë zemra ime thyhej. Sepse përgjigja ishte asgjë. Ti nuk ishe asnjë gjë më pak.
ti ishe mrekullueshme, ishe e fortë, ti ishe e dashur, ti ishe një vajzë që meritonte të njëjtën dashuri. Por ndonjëherë problemet e të rriturve krijojnë plagë të fëmijë që nuk e meritojnë as pak. Kur u bëre adoleshente, fillove të largohesh emocionalisht nga familja. Nuk flisje shumë, kalove net të tëra vetëm në dhomë. Unë trokisja në derë dhe ti më thoje, jam mirë, mami. Por unë e dija që nuk ishe mirë. Një nënë e ndjen gjithmonë dhimbjen e fëmijës së saj. Një natë erdhe në dhomën time, ishte vonë, ule pranë meje dhe më pyete, mami, a mund të jetoj njeriu pa dashurinë e babait? Nuk do të haroj kur atë pyetje. Të përqafova fort dhe të thash, po bia ime, mund të jetoj. Por nuk duhet haroj kur vlerën e vetë. Ti qave në krahët e mi deri në mëngjes, dhe unë njëkohësisht qava me ty. Sepse ndonjëherë lotët e një nëne nuk janë për veten, janë për fëmijën që nuk mund ta mbroj nga çdo plagë. Sot je rritur, je bërë një grua e fortë, ke kaluar shumë sprova. Ke mësuar të buzëqeshësh edhe kur zemra të dhëmb. Ke mësuar të ecësh përpara edhe kur ndihesh e vetmuar. Dhe unë jam krenare për ty. Shumë krenare në të vërtetë. Ndoshta babait nuk ta tregoi kur dashurinë ashtu siç duhej. Ndoshta kur nuk dëgjove prej tij fjalën që prisje. Ndoshta ke kaluar vite duke kërkuar përgjigje. Jeta jote nuk ishte aty. Erdhi fati, u fejove dhe u martove. Çfarë fati pas ke patur, moj bi? Babai s'ta afroi dhe s'të deshi, po s'të deshti dhe buri. Më ka treguar motra jote që të re çdo natë dhe ti e fshektë prej nesh. Më ka treguar se çfarë po heq. Kam dëgjuar dhe nga gratë, por mua më dëm shpirti. Nuk kam fuqinë nëna të të marr, je bërë me fëmijë. Ku të çoj? Ta kam thënë disa herë që hajde tek ne, edhe pse më vjen zor të ta them. Por e di që edhe ka dashnore burriot, edhe mban një femër tjetër. Është shumë e rëndë për një nënë ta di se dikush nuk ja do fëmijën e saj. Por babai jot lufton, thot, vajza do të mbetet atje. Unë nuk shkatroj punë me dhëndrin tim. Çdo burr ka të drejtë të mban një grua tjetër, thot i tat. Më vjen keq, më i bi, që po shkatrohesh për së gjalli.